Të dashur qytetarë të Kërçovës, dëshmit janë gjurma më e mirë edhe historike, por edhe të ardhmes sonë. Ne kemi gjurmë të përbashkëta në 12 vite që lëm pas, të punës sonë në qytetin tonë, që kemi arritur edhe në këtë vend ku jemi sot të ndërtojmë themelin e institucionit komun e Kërçovës. Ne të gjithë këto i arritëm bashkërisht me ju, në veçanti bashkë edhe me gurbeqarët tanë. Pra, një qytet i lën harres, një qytet i cili ishte në shtratin e vdekjes në aspektin institucional. Ne e morëm dorë me shumë borxhe, e morëm me shumë pasoja, e morëm me shumë probleme edhe ndërmarrjen komunale, por në veçanti ajo që është pjesa më e rëndësishme dhe më e ndihshmja, arsimi me borxhe marramense. Por ju qasëm shumë seriozisht, ju qasëm shumë sinqerisht, ju qasëm shumë transparent, ashtu si sot edhe dje shpallemi nga institucionet konkrete përkatëse të shtetit, komuna apo institucioni me 100% transparencë me këtë shtet. Po me këtë sinqeritet, po me këtë profesionalizëm, po me këtë marrëveshje të përbashkët në mes komunës, pra kryetarit komunës, administratës komunale, të rinjve tanë, qytetarëve ju si pjesa më vendimarrëse e këtij institucioni, po në veçanti edhe gurbeqarëve tanë si një thesar i këtij vendi. Ne do të vazhdojmë po me atë transparencë, po edhe me shumë guxim të ndërtojmë qytetin tonë, si një qytet funksional, modern, infrastrukturë moderne, higienë, pastërti, kanalizime të reja dhe të gjithë ata nevoja për të cilat ka nevojë ky qytet. Ne vazhdojmë në këtë institucion të trajtojmë edhe shtresat për të cilat kanë nevojë për ne. Pra shtresat sociale, ne vazhdojmë të mbështesim pra të gjitha kategoritë, vazhdojmë të mbështesim bizneset, vazhdojmë të mbështesim të rinjt, vazhdojmë të mbështesim shoqatat dhe kështu 4 vite pas, 2025-2029, Kërçova i bindur se do t'i ngjajë një qyteti evropian. Bashkë për Kërçovën, bashkë gjithmonë me ju. Vazhdojmë.